Mirëmbrëma shikues të nderuar, unë jam Tefik Salihu, po japim lajmet në televizionin Tema, ndër të tjera sonte do të ndiqni. Pensionistët kosovar kërkojnë 60% e mesatarës së pagave. Dy këshilltar komunal të Partisë Demokratike të Kosovës kalojnë në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Parku i Lirisë në Ferizaj akoma i rrezikshëm nga mjetet e pashpërthyera. Për herë të parë, agrokartel për fermerët kosovar. Merrni agrokredi dhe përfitoni agrokartelën unike në treg, që ju mundëson blerje të inputeve dhe pajisjeve bujqësore me këste me 0% interes deri në 6 muaj grace periud. TEB, bank për një botë në lëvizje. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. Në çdo pikë të ujit. Uji lubeten. Ex edhe natën. Dini Kompani. Dini Kompani, distributori dyerve dhe dritareve nga brendet më të njohura gjermane. Dyer të blinduara me cilësi dhe siguri të lartë, si edhe shitjen e laminatit gjerman. Adresa në Veternik Prishtinë, në Magjistralin Ferizaj Prishtinë, si dhe në Gjilan. Pensionistët kosovar kërkojnë nxjerrjen e një ligji për pensionet i cili është i ngjashëm me vendet e rajonit. Ata kërkojnë që mesatarja e pensionit të mos jetë më e vogël se 60% e mesatarës së pagave të punëtorëve. Këto kërkesa u paraqitën në protestën e organizuar nga Federata e Sindikatave të Pensionistëve të Kosovës, e cila u përcoll me pakënaqësi mes pensionistëve, transmeton KTV. E tërë kjo vuri në pa pakënaqësi dhe përçarjet që ekzistojnë mes Federatës së Sindikatave të Pensionistëve dhe Lidhjes së Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës. Shkasi i kësaj pakënaqësie ishte shfrytëzimi i objekteve të pensionistëve dhe invalidëve të punës të Kosovës nga Lidhja e Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka deklaruar se vendi i tij i mbështet të fuqishëm përpjekjet e Kosovës për eurointegrim. Këto komente ai bëri në Tokyo gjatë takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili gjendet për vizitë zyrtare në Japoni. Të dy kryeministrat e kanë nënshkruar deklaratën e përbashkët për bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Japonisë për forcimin e marrëdhënieve bilaterale, zhvillimin ekonomik, bashkëpunimin kulturor, promovimin e bizneseve e të tjera, thuhet në faqen e internetit të zyrës së kryeministrit të Kosovës. Ish-komandanti i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, aktualisht ministri i FSK-s Agim Qeku, ka bërë me dije për epokën e re se më një korrik do të hyjë në fuqi ligji për veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ministri Qeku është dëtuar se deri para kësaj date, Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të veteranëve, invalidëve, pjesëtarëve dhe të internuarve të UÇK-s do t'i ketë gati listat përfundimtare të veteranëve të UÇK-s, të ndara në kategori ashtu siç parashihen me ligjin për veteranët e UÇK-s. Lidhja Demokratike e Kosovës do të ketë 2 këshilltar më shumë në Kuvendin Komunal të Ferizajt. Kësaj partie ju bashkuan Abdullah Hoxha dhe Zymria Haxhi Musa nga Partia Demokratike e Kosovës. Ata thonë se këtë hap e kanë ndërmarrë pasi kryetari i komunës ju ka garantuar fushveprim më të gjerë.
Nga sot, LDK e Ferizaj do të ketë 15 këshilltar komunal, pasi Abdullah Hoxha dhe Zymria Haxhi Musa tani tutje nuk do të jenë më pjesë e PDK-s. Sipas të ardhurëve të LDK-s, motivi kryesor ka qenë kryetari i komunës, i cili u ka garantuar fush veprim më të gjerë se në PDK. Telashe madhore s'kemi pas, po duke parë që shumë ndrime o banë, shumë klane, shumë grupe, edhe po është arsyeshme që mendoj se jam votuar nga qytetarët, do të punoj për qytetarët, edhe mendoj se me kryetarin besoj që do t'i zgjidhemi më lehtë problemet e qytetarëve. I pari i LDK-s tha se që nga ardhja e tij në krye të degës së këtij subjekti në Ferizaj, po mundohet të kthejë imazhin e një partie të fortë ashtu siç edhe e meriton. I kam vënë vetit detyrë që t'i mbledh copzat e shkapërderdhura të lidhjes demokratike, duke ju kriju mundësi dhe hapësirë të gjithë njerëzve që të kthehen aty ku kanë qenë, por po ashtu edhe zoti Skënder Haxhi Musa që do të vazhdojë të mbetet një figurë e rëndësishme, kështu edhe në kuadër të grupeve të ekspertëve që i ka lidhje demokratike, po hapen perspektiva për të gjithë ne për të krijuar edhe imazh pozitiv kështu për qeverisjen, po edhe imazh pozitiv për lidhjen demokratike si një forcë serioze politike. Kryetari i degës së LDK-s Muharrem Sfarqa paralajmëroi edhe adherime të tjera të rëndësishme në subjektin e tij. Shumë shpejt. Qeveria lokale e Ferizajt thot se si pasojë e borxheve të trashëguara, deri tani nuk kishte shpallur asnjë nga projektet e infrastrukturës, pasi nuk dëshiron të punojë veresie. Por opozita drejton kritika për mungesë të dijes për të qeverisur. U bë gjysma e prillit e qeveria lokale në Ferizaj nuk ka shpallur asnjë tender për projekte të infrastrukturës. Drejtues të pushtetit thonë se kjo vonesë vije si pasojë e borxheve të trashëguara nga pushteti i kaluar, si dhe vendimit të kësaj qeverisje që mos të punohet veresi. Prandaj unë nuk e kam ndërmend që të punoj veresi. Thjesht me një fjalë popullore me thonë të punoj në veresi. Paraprakisht, ti zotoj mjetet, ti kemi mjetet në disponim, pastaj vazhdojmë me punë. Ne nuk mund të fillojmë për shembull një projekt i cili kushton 100.000 euro me 45.000 euro. Sepse i kemi vetëm 45.000 euro të miratuar. Duhet që qojmë me rishikim ose diçka tjetër. Edhe nëse e fillojmë, atë projekt duhet të shpallum si projekt 2 vjeçar, edhe nëse s'është në listën e projekteve 2 vjeçare. Në anën tjetër, opozita kritikon këtë pushtet për mungesë të dijes për të qeverisur. Lulzim Aliu nga PDK-ja thot se deri në prill të vitit të kaluar u patën shpallur gjysma e projekte të investimeve kapitale. Po them, është një paftësi e madhe menaxheriale sepse sipas informatave që kemi, ka paratë mjaftueshme të grumbulluara gjatë këtyre muajve nga taksat, po edhe nga ngrandet qeveritare që janë të derdhura nga qeveria e Kosovës. Është tjetër paftësi sepse nëse krahasohet me punën që kemi bërë na gjatë kohës sa kemi qeverisur, shkurti marsi i secilit vet ka qenë me 10 projekte të filluara, s'poko në procedurat e tenderimit, ndërsa komuna tash nuk ka bën, domthonë e ka bën një numër shumë të vogël të procesimit të projekteve. Gafuri Lazi tregon se në listën e investimeve kapitale të parapara për këtë vit, nga pushteti i kaluar, figurojnë projekte me shuma jo reale. Ma e keqja është se janë disa projekte në listë, janë cilat janë parapo vetëm sa për të hyrë projekte, a thjesht nëse mund të quajmë buxheti fushatës, për arsye se mjetet janë shumë pak parapone, kurse kur e kemi bërë projektin detaj, faktikisht në ka dalë shumë më e madhe e shumë. Por, akuza në adres të kësaj qeverisje dhe kryetarit të saj nuk e la pa shpreh as PDK-ja. Ndoshta një arsye tjetër që unë kujtoj, pse kryetari i komunës nuk është të bën procesimin e projekteve, është ana politike. E para, kujtoj që ai po mundohet mi bin qytetarët që qeveria më parë kalon borxhe të mëdha dhe për këtë arsye ai nuk është në gjendje për me kryer asnjë punë. Do të thojnë me bord komplet të qeveria më parë që nuk është e vërtetë, sepse e dim që buxheti i komunës për çdo vit kalendarik domethënë është dikun afër 9 milion euro për investime kapitale. Ndërsa projektet e tashme, domethënë tash projektet janë dikun 400.000 euro, 500.000 euro që janë të tenderuar deri më tani.
Ndryshe, gjatë ditës së sotme, Komuna e Ferizaj shpalli tenderin e parë të infrastrukturës rrugore për si vjet, që parashë asfaltimin e rrugës Enver Topalli. Parku i Liris në Ferizaj akoma nuk është i sigurt për të frekuentuar për shkak të mjeteve të rrezikshme që kanë mbetur nga lufta e fundit. Sipas njësisë së deminimit të FSK-s, brenda 2 javësh, në këtë pjesë janë gjetur 10 mjete të pashpërthyera. Kompania e deminimit të FSK-s thotë se hapësira e parkut të Liris në Ferizaj është e pasigurt nga mjetet eksplozive të mbetura nga luftat e kaluara. Kjo kompani ka gjetur 10 mjete të pashpërthyera brenda 2 javësh në një rreth të ngushtë prej 20 ari hapësirë. Dhe mund të themi lirësht mbas shpinës tonë këtë ku jem ne të bisedu mbas shpinës tam, ku janë të pasru domon sot ekipet e FSK-s, këto janë gjetë edhe këto mjete. Në parkun Liria. Parku Liria në komunën e Ferizajt, për neve si kompani e deminimit, është me rrezik. Është i rrezikun nga mjetet e pashpërthyeme. Nuk mund të themi ne se ka mund të lëvizë apo jo pa u pastruar ne vet. Ne mund të garantojmë që është e pastruar vetëm aty ku ka shkel kama e pjesëtarit tonë, FSK-s edhe që ka pastruar. Pjesë tjera, shtigje tjera ne nuk mund të marrim kurrë përgjegjësie. Sa i përket hapësirës për rreth parkut, të cilat janë ndarë për spitalet dhe për varrezë të qytetit, Toger Shabani thotë se nuk ka ndonjë garanci se ajo zonë është e pastër nga mjetet shpërthyese. Na nuk mund të garantojmë për një pjesë jashtë parkut se është e pastër apo pa pastër, pa pas na verifikimin, pa shku vetë me prek parcelën, pa marrë parasysh se ku do të bëjnë varrezat e qytetit apo spitalja, nuk mund të garantojmë a është e pastër apo pa pastër. Po ne nga 2011 deri me tani janë dikun 335 mjetet gjetura në këtë park, të marrë parasysh edhe me poligonin e policisë, ku është jashtë parkut të Liris, që është pastru, janë dikon 335 mjete të rrezikshme të cilat janë gjetë dhe janë shkatruar nga ne. Toger Shabani u bën thirrje qytetarëve që të lajmërojnë menjëherë policinë në rast se hasin në mjete të dyshimta, ndërsa gjatë shëtitjes në parkun e Liris, asnjëherë të mos i lëshojnë shtigjet e këmbësorëve, derisa zona të mos jetë e shpallur si e sigurt. Rjeti organizatave jo qeveritare Avonet në Ferizaj i është përgjigjur sot kritikave të 2 deputetëve të vetëvendosjes në Kuvendin e Kosovës, Lumnie Morina dhe Faton Topalli, se ky rjet i shoqërisë civile po punon me dirigjimin e deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës, Elmi Reqica. Avonet sqaron se takimet midis deputetëve dhe institucioneve kanë për qëllim thellimin e bashkëpunimit. Rjeti OJQ-ve Avonet në Ferizaj kritikoi sot 2 deputetet e vetëvendosjes Lumnie Morinën dhe Faton Topallin, të cilët javën që shkoi e akuzuan këtë rjet për veprime politike. Me këtë rast, të rinjtë të Avonetit sqaruan se projekti i cili parashet takimet mes deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe institucioneve lokale ka për qëllim krijimin e rrugës dykahore të bashkëpunimit deputet dhe qytetar. Ata treguan se këtë projekt e kanë realizuar edhe në vitet e mëparshme. Ne kemi shumë fakte dhe argumente për rrjedhojat e këtij programi dhe përmes këtyre fakteve demantoj çdo kritik që është thënë në media nga ana e këtyre 2 deputetëve. Ne shfrytëzojmë rastin që përmes kësaj konference t'ju bëjmë thirrje për bashkëpunim edhe koordinim të punës së përbashkët, t'i bëjmë thirrje dhe t'i tërheqim fjalët e tyre ose le të përgjigjen ftesave për debat, edhe ato të gjitha të thuhen në debat. Akuzat e deputetëve të vetëvendosjes që Avoneti po organizon aktivitete me kërkesë dhe në bazë të agjendës së deputetit Elmi Reqica, përfaqësuesit e Avonetit i konsiderojnë krejtësisht të pabaza. Ta reagimi nuk qëndrojnë, pavarësisht asaj që ne jemi shoqëri civile, do të thonë ne jemi zëri i popullit dhe ne e kemi për obligim që të ndërhyjmë në disa politika të bashkëpunimit të qytetarëve edhe atyre të zgjedhurve për cilët qytetarët kanë votuar. Rjeti OJQ-ve Avonet në Ferizaj paralajmëroi se deputetët e vetëvendosjes do t'i ftojë edhe në takimet e tjera që do të organizohen me institucione të këtueshme. Ndërkaq, deputetët e Parlamentit Kosovës nga radhët e vetëvendosjes patën thënë se nuk do të marrin pjesë në asnjë aktivitet që organizon ky rjet. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim në edicione tjera.